adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion, kudo që jeni duke na shikuar këto çaste, si e kom zakon me thonë Kosovë, Evropë, troje tona etnike, Amerike, tjerë, mirë se po ktheheni 35-44 rezultati finali pjesës së parë. I kemi pa dy qerek krejtë ndryshe. Qereku I parë I takoi Trepçës, e cila dominoi, e më pas 33 pikë shënoi Trepça në qerekun e parë. Vetëm 2 pikë I ka realizuar në qerekun e dytë. Çka ndodhi Ulpion? Kjo erdhi falë së mirë në mbrojtje të ekipit të Bashkimit, definitivisht Prizrenasit e bllokuan plotësisht atë sulmin që e realizoi, e bëri në qerek të parë ekipi I Trepçës. Vetëm 2 pikë, Prizrenasit ishin, mund të themi, si ato bletat punëtore definitivisht në çdo cep të fushës. I pam që 100% që në tyre e dhanë mbrojtje teksa sulmi më pas po vinte vetë. Ja, po I shohim edhe statistikat, ato që e tham edhe në fund të pjesës së parë, për në dallim, në krahasim me ndeshjen e fundit në Seza I Suroj, Bashkimi është përmirësuar dukshëm, pra diametralisht të kundërt e kemi efikasitetin 8-7 nga vija gjuajtjeve të lira, 12-5 për treshe, 41% efikasiteti, në anën tjetër 12-2, vetëm 16% efikasitetit të Trepça, gjë e cila ishte plotësisht e kundërt në duelin para prak. Trepça I pati 13 piksha, ndërsa Bashkimi vetëm 3 nga 17 tentime. Ajo sonte që kemi pa ishin mbrojtja, ato që edhe ti e tha, mbrojtja e jashtëzakonshme e Bashkimit në qerekun e dytë, duke I pamundsuar edhe 3 pikshat, edhe ato depërtimet, e ndalën pra furnizimin me topa në brendi të Hanteri, në fakt mas parit e Majersi, po pastaj edhe të Kapiti edhe të Hanteri, janë ndërpren edhe atë vinë depërtimit, ka vija fundore të Kelle Kotonit e tjerë, dhe kjo rezultoi pra me 9 pike përsi nga -7, sa ishte në fund të qerekut të parë 33-26 në 35-44. Fillon pra pjesa e dytë e ndeshjes së katërt finale, e cila ka rëndësi të jashtëzakonshme, sidomos për Bashkimin, I cili është në disavantazh prej 2-1 në seri. Myers atje, Artin Morina vjen e 2 fishon, por Myers realizon 37-44. Të shohim se si do të vazhdoj lojë Bashkimi. Jason Zeqiri për Max Smithin. Green nga një pozitë e vështirë. Atje Artin Morina e kap këtë top të dëbuar edhe njëherë. Green tenton dhe nga tentimi I dytë realizon për 37-47. Është kjo hera e parë sonte që Bashkimi është në epërsi 2 shifrore. Pika e 15 e Wendell Greenit, 12 piki ka Smith, I cili ka edhe 8 kërcime. Max Smith I ka dhe 3 asistime. Cotton përballë ka Smithin. Green, 2 Greenat. Greeni kundër Greenit. Atje shkon Lejson Zeqiri, mbrojtje e mirë dhe vazhdo mbrojtja granite e Bashkimit sonte. Max Smith I vetmuar, tenton dhe treshën e realizon për 13 pike përsi. 50-37 nga 15 pik Greeni dhe Smithi, të dy të shënuan nga një treshën në start të qerekut të tretë, dhe nëse shikojmë pra tani vetë po kalon 11 minuta e gjys vetëm fauli Lejsonit. 11 minuta e gjysmë vetëm 2 pikë të realizuara të Trepçës. Pam personale në Lejson Zeqirit, është e treta kjo e ti, ky mund të jetë një problem, gjithsesi sonte po I shohim edhe lojtarë. Una tenton me treshën, nuk realizon. Smith më I larti në kërcim. Edhe pse nuk po kontribuojnë me pikë vendorët e Bashkimit në mbrojtje, janë fantastik, po tani e kemi edhe Zeqirin edhe Morinën që të dy nga 3 faulla. 15 pike, 9 kërcime nga Max Smith, I cili është gati atje që të realizon double-double, ndërsa Cotton shkakton faul ndaj Smithit, e shtyen atje.
Ja, Myers janë pikët e ti, më falni parës unë nga bova duke thënë se ka realizuar vetëm 2 pikë për këto 11 minuta e gjysmë Trepqa. 37 me 51 e përsia më e lartë prej 14 pikëve. Gjithsesi po vazhdon akoma seria e Bashkimit tani. Edhe njëherë ashtu si në fillim të qerekut të 2 8-2 ishte, edhe në fillim të qerekut të 2 8-2, edhe tani seri e Prizrenase po e vazhdojnë aty ku e lanë në qerekun e 2 të ndeshjes. Do shohim si do të përgjigjet tani ekipi i Trepqës. Zeqiri atje lufton Green për ballët, bukur atje Myers, i cili po e mban, i vetmi i cili po e mban Trepqën gjallë në anën tjetër. Blokada atje, për paksa nuk u lëndua dhe Triloni. Kamermani jonë vesh atje pak dorën, po si duket është lëndur. Edhe njëherë Green, dërsa këtu Triloni e blokon dhe përplaset me kamerën tonë, tentim për 2 nuk pati shënim. Myers më i larti në kërcim është ky kërcimi i treti Myersit. Cotton deporton, nuk realizon. Copes më i larti në kërcim. Ja do bën Tuna topin. Definitivisht sonte Copesin po e shohim për dallim me 3 ndeshje tjera. Po ankohet me Smithi që ishte i tërhequr për flok pak më herët. Po nga Tuna. Realisht edhe për Fanellë edhe për flok. Ka qenë i tërhequr nga Fanella dhe nga flokët. Referët nuk ishin të vendosur ashtu si duhet. Mac Smith sidoqoftë vazhdon 39 me 52. 13 pike përsi, e përsia më e lartë ishte plus 15. Tentim për 3 piki i pa suksesshëm kësaj here. 7 minuta lojë dhe tani është zgjuar nga gjumi publiku i cili po mundohet që t'jap zemër. Mirë po, shumë huqe tek Mitrovicasit. Wendell Green për Lejson Zeqirin nga këndja atje. Nuk ka shënim. Mbetet rezultati 39 me 52. Copes dhe Myers në postin e ulta atje. Myers vendos që të shkon me sa bukur në anën tjetër. Me të vërteti ka këto specialitete Myers, këto asistimet kur krejt nalën, e ka vizionin, e ka shikimin, edhe me njëherë po asiston. Tuna nuk ja qon poshtë, e ull disavantajin në 10 nga plus 15. Koha është për McKinnesin, thot trajneri Jankovic. Marina deporton në thellësi, e kthen topin te Mac Smithi, edhe 2 sekonda nga trohët, edhe mbrojtje e mirë e Mitrovicas dhe do të ketë zëvendësim. Copes ullet për të pushuar McKinnis në lojë. Definitivisht për të përgëzuar sonte është Copes, për dallim isha duke thënë me ndeshjet, 3 ndeshjet e kaluara, sot është shumë më efektiv tek loja e Bashkimit dhe e meritoi definitivisht këtë minutazh që pati tere në këtë qaste. 4-3 nga loja për 2 pikë. Sa bukur Myers atje. E personalja e 4 të Lejson Zeqiri do t'jetë kjo. Të lashe ma edhe njerë të shofim në slow motion, super slow motion pasimin, asistimin e Myersit dhe treshën e Tunës. Kthimi i Myersit në lojë definitivist po e bënd dallimin. Të shofim nëse do të jetë i sakt nga via gjuajtjeve të lira. Po sonte me të vërtet Michael Myers është edhe shumë i koncentruar nga via gjuajtjeve të lira. 2-2. Ulpiana nuk po më dëgjon. Atmosferë zjarë duket që asnjë njëri tjetri nuk po arrim të dëgjojmë. Myers i realizoi të 2 gjuajtjet e lira. 3-3 është nga via gjuajtjeve të lira për herë të parë, pra
Pas 3 minutave edhe zbret Epërsia. Pas asaj treshës Wendell Greenit dhe Epërsis prej 10 pikve para dyshifrore. Ja tani ullët 3 minutave loj në 8, 44 me 52. Max Smith tenton për 3 pik, nuk realizon. Tuna është më i larti në kërcim. Green atje nuk e pa që Kotonin e ka prapa, u frigua mos për hup të top. I vetmuar Green tenton për 3 pik dhe realizon. Palestra eksplodon. Time out, Sasha Jankovici kërkon. Çfar ritmi, pa. Vetëm 2 pik për 10 minuta, dhe tani pas disavantazhit prej 37 me 52, kemi një seri prej 10-0 të Trepçës, edhe me këte treshe fantastike të Greenit. Greeni kundër Greenit, Greeni i Gjelbert realizon dhe Sasha Jankovicin e detyron që të kërkon time out. Me të vërtet një rikthim kur menduam se po don me shku loja në favor të Bashkimit. Me një herë erdhi një seri prej 10-0, u ofrua rezultati në 47 me 52, eksplodoi Palestra Minatori dhe Jankovici kërkoi time out. Agon e pritur ka qenë kjo nga Trepça, pasi e dim se çfarë trajneri fillimisht ka dhe Adis Baqrakish nuk do ta lejonte në këtë mënyrë të i kjo ndeshje nga duar, mund të themi, por ka shumë lojë këtu, do të shohim shumë nga kjo ndeshje. Pam shpërthimin e Bashkimit, po e shohim shpërthimin momental të ekipit të Trepçës, ndërsa tani do t'jetë ndeshje më e niveluar, jo me atë Epërsi që ishte paraprakisht, e do të shohim cila nga skuadrat do të arrijnë të marrë fitore në atmosfera fantastike të vendit të Vesht. Adhurues të basketbollit, me të vërtet ato që e thash edhe në fillim, po duket sikur ka shpërthyer muri i zërit i aeroplanëve supersonik dhe po duket sikur ka kundër sulmi shpejt, mbrojtje e mirë tek Ele Koton, nga koshi në kosh, dalet në mënyrë të palejuar. Çfarë atmosfere? Ju them të drejtën, ju këto ndoshta nuk po e ndini, po unë dhe Ulpiana mezi jemi duke ndigju njëri tjetrin. Definitivisht shpërtheu Palestra në këto momente. Realisht kjo atmosferë duhet të jetë për 40 minuta dhe skuadra meriton përkraje në çdo çast, jo vetëm në këto momentume. Gjithsesi, kënaqësi të shohim kësi lloj atmosfere, akon po e shohim tek Bashkimi, që pas një kohe të gjatë e ka rikthyer në fushë Valon Bunjakun, trajneri Jankovic. Goxha gjatë e la në bank. Pajtona me ty, nuk po e di apo humbët nga njëherë Sasha Jankovici gjatë lojës, po në momentin kur ishte në plus 15, ishte koha që ta forconte mbrojtjen me Valon Bunjakun, sepse tani mbrojtje fantastike dhe agresive, po luan skuadra e Trepçës, e ka shkelur vin atje Dirk Williams, kërkon blokun atje Valon Bunjakun nga Williamsi dhe Zekici, blok të cili nuk e pati, prandaj u detyrua që t'ja dorëzon topin Williamsit, i cili është shkeli vin. E tani kemi topa të humbur, të shohim. Ja, ishte kyr rasti. Me milimetra, pak diskutabile. Ka teknike për bankën e Bashkimit. A ishte për kapitenin Altin Morinën. Ishte për kapitenin Altin Morina, por nuk e pam se çka ndodhi. Pse reagoi Altini atje? Teknikja ishte për bankën. Për bankën, po për bankën. Duket për njëri nga ndihmës trajnerët reagoi më para kapitenit të skuadrës. Ose nuk e pam. Me gjas për rastin edhe ne që e diskutuam, do thot për atë vijën. Okej. 49 me 52. Pra, rezultati afrohet në vetëm 3 pik. Tuna depërton gane kundër të realizon 51 me 52. Seri prej 14 me 0. Çfarë rikthimi Mitrovicas dhe Williams për Zekicin.
Green përballë kohë Hajrizin. Green dhe Hajrizi. 8 sekonda loj për këtë sulm. Green depërton, dalet në mënyrë të palejuar. Personalja e tretë e Drilon Hajrizit do t'jetë kjo. Fauli i treti Drilon Hajrizit. Wendell Green me të vërtet po e bën dallimin. Nuk është bashkimi njëjtë si me to si pa to. Qebesa dhe Valon Bunjaku nuk e di pse e mbajti shumë mire pa Tulpiona, nuk e di pse e mbajti Valonin kaq gjatë Jankovici në bank, sepse mungesa e tij solli një mbrojtje më të dobët dhe të plogësht, tentim për 3 pikë atje, pengot nga Cotton. Wendell Green kundër sulmi shpejt. Tuna e ka tani mundësi që pas plot 14 minutave lojta rikthej e përsin Tuna. Fauli Valon Bunjakut. Është vetëm fauli i parë i Valonit sonte. Dhe ja tani Zurapovici bëhet nervoz, thot në ndërprejni ankesat dhe reagimet, për ndryshe do të ndërshkoni me teknike, sepse pash isha ofër. Në vine gjuajtjeve të lira do të jetë Tuna, një ekzekutues efikas i gjuajtjeve të lira në këte kampionat me 75% efikasiteti patën Tuna. E nëse mund të themi sonte Agon është një realizon dhe rezultatin e Parazon definitivisht po. Në ndeshin e kaluar ishte Maduti, ndërsa sonte është patën Tuna. Dhe 53 me 52, pra kemi një seri të jashtëzakonshme prej 16-0. Tentimi Williamsit nuk realizon. Çfarë rikthimi nga minus 15 në plus 1. I didn't touch the ball, I didn't touch the ball. I thot Valon Bunjaku dhe spjegot atje me referin Aun Krogers, i cili ishte afër atje thot e pash. Ndërsa është mjaft diskutabel ky rast, por Altimi shkon atje dhe qetëson Jankovicin, e thot okej, është në rregull, është për një top mos të hajmë teknike. Myers atje luftojnë me Kenis dhe topit e Williamsi. Edhe njëherë Myers mirë, po Max Smith e përmirëson, depërton, gjatë pasimit gabon. Përshëndetën atje Smithi dhe Bunjaku. Ajo që i ndodhi Trepçës në qerek të dytë, e njëjta po i ndodh në këtë moment e ekipit të Bashkimit, kurse don kur gjo, nuk e don kur gjo. Edhe ky top të rëshet nga duart, tashmë është momentumi definitivisht i Trepçës. Cotton atje me Myersin. Pick and roll Myers dhe Cotton. Tyshja fantastike e Trepçës sonte. Drilon Hajrizi depërton, nuk realizon. Mekinis për Zekicin kundër sulmi shpejt dhe faul i Myersit. Topi do të jetë anësh. Ka plotësuar bonusin edhe skuadra e Trepçës. Dhe time-out, apo jo, 3 lojtarë vetëm. Patën Tuna dhe Cotton largohën, fantastik ishte Tuna. 10 pike, 3 kërcime, sonte një prej ndeshjeve më të mira të Tunës, dhe nëse Maduti ka qenë faktori X apo ai gjokeri i Beqiragicit në Prizren të dielën, sonte ishte Tuna. Topi vjedhur i Greenit, kundër sulmi shpejt. Madut për Greenin, lëvizje mashtruese e tij, por Smith nuk mashtrohet, mbetet atje. Kapiti i krijon hapësirë për treshën e Michael Greenit, 16 pikë të tij, treshja e tretë nga 5 centime. Çfarë rikthimi! 19-0. E këto moti se këna po. Me të vërtet
mas pari Bashkimi prej 33-26 shkojnë i lejoj do me thonë në qerekun e dytë. Bashkimit vetëm 2 pik, e ndani në vetëm 2 pik dhe shkojnë nga -7 në +9, 35-44 me të fillu qereku i tretë, pra shkojnë në 15 pike përsi 37-52, kur kishim vetur nëse nuk gaboj po dikun në 8 minuta loj, e në këto 6 minutat e arshme, pra Trepqa e shtrëngoj mbrojtjen dhe realizoj 19 pik duke mos lejuar as një të vetë me Bashkimit. 9 kuqe nga loja Bashkimit për shto 6 minuta. Ju përgjigj ekipit Bashkimit në mënyrë identike, Trepqa ashtu si luajti Bashkimin në qerekun e dytë me mbrojtje fenomenale tash, po e shohim ekipin e Trepqës në çdo cep të fushës që po e japin 200% e tyre dhe loja e Bashkimit të ra në këto momente, por do shohim, po besoj agon që do të kemi edhe shumë në këtë ndeshje, shumë gjëra që nuk i kemi parë më parë. Definitivisht lëkundjet në rezultat dhe në lojë janë të hatashme. Shumë shpejt po kthehen. Paramendot do me thonë kur një 15 pike përsi, do thonë nuk ka kur far kuptimi, do me thonë shkrihet atë shpejt. Nga -7, +9, shko në +15, vjen seria për normajt me 0, kalon në 4 pike përsi Trepqa, sot me të vërtet Ulpiana po pajtor që është një prej serive finale më të bukura ndonjëherë? Definitivisht është njëra nga serit më të bukura. Ja kisha heqat lojën Prizren të kalumë në kësaj serie finale, e këto 3 lojë tjera me të vërtet kanë qenë fenomenale. Tani edhe Valoni huq nga via gjuajtjeve të lira që nuk i ndodhë shpesh Valon Bunjakut. 2-2 ishte në pjesën e parë, tani huqi. Herën e dytë realizon. 12 vjet është Bashkimi nga via gjuajtjeve të lira, 56 me 53. 1:45 deri në fund qerekut të tretë, tenton, nuk realizon, Tmushiqi tenton ta përmirëson, Zekiqi është më i sigurti, Green dalet në mënyrë të paljuar nga Erion Kastrati, i cili parë shkyrin në lojë për herë të parë. Po, janë minutat e para të Erionit, me një shkakton personale, teksa e shohim Beqiragiqin mjaft të nervozuar me të, i tha pse shkaktove personale. E do ta ullë me njerë. Me njëherë nëzori Erionin, Kastratin, pas këti faulli. Green realizon për 56 me 54. Është kjo pika e 16 e Wendell Greenit, 5-5 nga via gjuajtjeve të lira, fenomenal. Me të vërtet i ka munguar shumë. Mesatarja e Greenit, si vjet në kampionatër 16 pik, 15 në serin finale, pas i mungoj, dërsa sonte dukshëm mbi mesatarën e ti. 56 me 55, 17 pik të Greenit, aq sa i ka dhe Smith, po shkojnë njësoj si natë ndeshjen e parë që i këshim fituar në Prizren me pik identike. Green për Drilonin, shpejt lëviz topit e Maduti, nga Kondi, Driloni asiston, Maduti treshën e realizon për 59 me 55. 68 sekonda deri në fund qerekut të tretë të kësaj finale fenomenale. Green, bon slalom, deporton, jo, i thot kapiti, kundër sulmi shpejt, Madut, Max Smith atje. Max Smithin, Madut për 61 me 55, plus 6. Nga -15 në plus 6 pik Trepqa për 7 minuta e gjysma. 35 sekonda loj edhe 6, Max Smith mbi kapitin Tashmir, Mushiqi kundër sulmi shpejt, kapiti me tabel nuk realizon e huq këte Bunjaku për Wendell Greenin, deporton Greeni e ndalet në mënyrë të paljuar nga Greeni tjetër. Edhe më tej ekipi i Bashkimit
vazhdon të mos realizon pik nga loja, ndërsa po e shohim nervozën e Beqiragicit. Driloni shkon atje, Driloni shkon atje dhe e qetëson. Zurapovici kërkon që të qetësohet Beqiragici. Jo Zurapovici, po Mitrovski. Ishte me Dardan kapitën ishte nervoz Beqiragici me atë huqje të tij. Edhe më tej bashkimit gjitha pikët në këtë çerek i ka realizuar vetëm nga gjuajtja e lirë. Nuk ka pikë nga loja. Definitivisht një mbrojtje e jashtëzakonshme e Trepçës, 61-56. Pika e 18 e Wendell Greenit, 7-7 është nga penalet. 8-8 i pagabueshëm. 61-57, kur ka mbetur edhe 19.5 sekonda. Kapiti dhe Green ullën. Edhe njëherë treshja e Junior Madutit në asistim të Drilonit, i cili parës e qetësoi Beqiragicin me rastin e Kapitit. Cotton, edhe 6 sekonda, Myers dhe McInnes. Foul i McInnesit, 2.8 sekonda deri në fund të qerekut të tretë. Personalja e tretë e Gjuvojës McInnesit, i cili sonte nuk është kërkahish. Vetëm 4 pikë të tij dhe asnjë kërcimi vetëm. Asnjë kërcimi McInnesit. Nuk e pati as minutazhën e tij të zakonshme, as tentimet, është 2-2 nga loja, 2 herë veç ka tentuar, çato që i ka tentuar i ka dhonë. 62-57, Myers. Sonte e pam Kupsin të shkëlqen, Myers vetëm për e krym punën e tij të zakonshme. 18 pikë, 4-4 nga Via Gjuaj. Pas. Myers, i cili e ka një efikasitet prej 50%. Treshe! Wendell Green! Wendell Green! Aj. Qka po shofim sonte, po kjo me të vërtet. Ako ne thash më parë do të shohim shumë gjëra që si kemi parë, kësha kohë gjatë. Realizim fenomenal nga Messi, nga Shaja Ipkos. Ja, Wendell Green ishte Maduti atje nga ana tjetër e gjysmës së fushës, me tabel, realizon Wendell Green. Ja dhe fmiu i cili befasohet edhe një reagimi mirë. I këti fmiu befasuam të gjithë ne. 63-60, ja Myers, i cili luftoj atje me të vërtet ato pikët e para në fillim të pjesës së dytë. Myers, realisht sot mund të them jagon që Myers është ajo shtylla kryesore e Trepçës, me të vërtet fenomenal edhe në këtë ndeshje. Normalisht sonte kemi edhe Green. Po, Greeni me ato treshet e ti në qastet vendimtare, me ato depërtimet dhe me asistimet, i ka 4 asistime, 2 topa të vjedhur, 16 pikë, 5 kërcime, 4 asistime, 2 topa të vjedhur i ka Greeni. Në anën tjetër, Myersi 19 pikë, me kërcime është pak, me thonë nuk ka edhe numër të madh të kërcimeve. Realisht sonte nuk pam as tek Bashkimi, as tek Trepça lojtarë që patën shumë kërcime. Po shohim nuk ka diferenca, më shumë ti 4. Kemi Max Smithin. E kemi Max Smithin i cili ka double, 17 pikë, 11 kërcime. Max Smith sidomos me kërcimet në sulm. Max Smith nga ato rastet e dyta në vazhdim isha të ndërlidhe me këtë, se po e kemi luftën e lojtarëve fundor, të cilët po vinë nga rastet e dyta dhe po i marrin ato kërcime në kash, po vjedhin topa dhe këto mbrojtje po ndikojnë që lojtarët shtat lart të mos. Pra, Max Smith me double, 17 pikë, 11 kërcime, indeksin 22, në anën tjetër Wendell Greeni 22 pikë për tyre 4 treshe dhe ajo treshja fenomenale nga gjysma e fushës, definitivist konkurent për aksionin, top aksionin, së bashku me atë ngulitjen e Dardan Kapitit në asistim të Madutit. Valon Bunjaku për Smithin, i cili tenton, treshen nuk realizon, kundër sulmin shpejt, Mushiqi, deri në fund, coast to coast. Mikaelet Mushiqi realizon për 65-60, edhe ky
qerek do të jetë i nxehtë definitivisht. Max Smith e vjedh këtë top, por edhe gabon Myers. Dalet në mënyrë të paljuar nga Wendell Green. Atje i thot diçka Eric Kopsit Myers. Është fauli Wendell Greenit, është ky fauli i dytë i Greenit. Normalisht nuk pati zgjidhje tjetër, aty ta ndalë kundër sulmin, nuk ndalët ndryshe Michael Myers, ai mismatch nëse mund ta quajmë. Personale e Valonit, Bunjakut. Kjo personalja vetëm e dyta e Valonit, po themi vetëm e dyta sepse në ndeshjen e fundit në start qerekut të katërt tashmë i kishte pasur 4 personale. Mushiqi, bukur atje deporton e shpërthen atë mbrojtje mirë, po Madut e huq Green me lëvizje mashtruese dueli 2-1. Shikoni triplimin e Wendell Greenit, pun slalom dhe realizon magjistari, playmakeri atomik i Bashkimit Wendell Green. 65 me 62. Fenomenal. Shikoni vetëm triplingjet e tij, se shikoni nga ana e kundërt, kamera e kundërt atje. Ai. I jashtëzakonshëm Wendell Green, 24 pikë të tij, 8 është nga vija gjuajtjeve të lira, kur gjë s'ka huq. Wendell Green. Kjo tregon sa ka qenë i rëndësishëm në ndeshjen e kaluar. Dhe kjo është huqja e parë e tij. Në anën tjetër, Trilon Hajrizi deporton dhe realizon për 67 me 62. Do të kthehet në lojë Lejson Zeqiri. 8 minuta e gjysmë deri në fund. E vjedh këtë top, gabojnë Mushiqi për Kotonin anën tjetër, e shpërthejnë këtë mbrojtje. Madut tenton, nuk realizon. McInnes me kërcimin e tij të parë sonte në minutin e 32 gjëvoj McInnes. Vetëm 4 pike, një kërcim McInnes. Green tenton, nuk realizon. Madut kundër sulmi shpejt, Myers atje. E këthentet Mushiqi, nuk ngutet Mushiqi, shkon për Drilonin, lëvizje mashtruese e tij Mushiqi. Dhe asistimi Drilonit për edhe një treshe. Funksionoi perfekt. Tandemi reprezentuesi Kosovës të Trepqa Hajrizit Mushiqi për treshen e Mikailës. Është kjo treshja e parë pas 3 tentimeve, e treta e vërteta për Mushiqin, pika e 7 e tij. Green dalet në mënyrë të paljuar nga Myers. Personalja e tretë e Myersit. Nga loja largohet Bunjaku dhe Zekiqi, inkuadrohen Zeqiri dhe Morina. Shtadjet me 62. Green për McInnesin, në anën tjetër Morina nuk tenton. Foul në sulm nga Altin Morina. I komplikoj gjërat definitivisht teksa po e shohim këtë treshen e të Mushiqit. Definitivisht takon tandemi të Mushiq Hajrizi, është plusi më i madh që e ka Trepqa. Kur i duhet më shumë të skuadrës qetësi dhe menaxhimi mirë i situatës, i duhen vendorët, ata që e din kur duhet qetësohet loja. Mushiqi pati raste edhe më herët të tenton, zgjedhi të ndalë lojën dhe ishin pasimet me Drilonin, e më pas gjuajti dhe realizoi.
Edhe një mbrojtje e fortë tani e Bashkimit, Zeqiri për Max Smithin. Zeqiri, Lejsoni dhe Maduti luftojnë, faulli Madutit e shfrytëzoi tani lojën me shpinë. Lejsoni ditë të luajë mirë me shpinë dhe sidomos e shfrytëzoi 7 lartësinë e tij në krahasim me Madutin. 12 cm është më i gjatë Lejsoni se Maduti. Mbrojtje e mire të Mushiqit. Orina tenton, kapiteni nuk realizon. Max Smith tentoi atje t'ja vjedh topin Drilonit. Madut me Drilonin i shmangën presingut lojtarët e Trepçës. 6 minuta e gjysmë deri në fund të finales së 4. 8 pike përsi. Është personalja e 5 të Lejson Zeqiri ndërshkohet edhe me teknike. E një sen atë kujtohet në ndeshje me Danimarkën. Referi Aun Krogers ka qenë shumë i lehtë në dhënien e teknikeve. 3 teknike Kosovës ja kishte dhënë në atë ndeshje. Lejsoni këtu ankohet për këtë faull. Ishte duel me Drilon Ajrizin, ndërsa kjo ishte arsyeja pse u ndërshkua me teknike. Realisht këto teknike për mendimin tim personal po jepën goxha lehtë, edhe pse për Lejsonin do të përfundonte ndeshja, pasi ishte personalja veçse e 5-ta. Po reagon nëse nuk gaboj, çdo vit më tepër po ndryshojnë këto rregullat e referimit edhe kriteret për të dhënë tekniket kanë ndryshuar. Për atë edhe shumë më lehtë tash edhe referët tonë, por edhe të huajt po i japin këto teknike. Nënt pike përsi për Trepçën kur kanë mbetur 6 minuta e gjysmë, 6:29 deri në fund. Bashkimi mbeti pa Lejson Zeqirin, cili shkaktoi personalin e 5, po dhe u ndërshkua dhe me teknike. 62. Testimi Kotonit nuk realizon. Luft atje Myers dhe Drilon Hajrizi kërkon rishikimin e situatës. Do të kemi rishikim të rastit. Ja, Driloni atje me... Okej, do të shohim. Ja, atje spjegohet Hajrizi me Zurapovicin, i cili thot se në fund e preke ti, edhe ishte sfide pas sukseshme. Dueli 12-shëve të Mushiqit dhe Greenit, edhe 6 minuta e 6 sekonda loj, 71-62, 9 pike përsi për Trepçën dhe personale e të Mushiqit me të vërteti pandalshëm është sonte Wendell Green, po mundot që të kompenzoj atë mungesën e tij në ndeshjen e tretë finale. McInnes ndihmon atje në nxjerrjen e topit. Green, Mushiqi është pranë tij, i depërtueshëm, blokon Myers, ja teron atje Mushiqi dhe Driloni. Bunjaku është kthyer në lojë.
Një pressing fantastik atje i Bunjakut dhe Morinës. Nuk ka bashkimi gjallë pa lojtarëve ndorë dhe pressingu të cilin po e bojnë Morina dhe Bunjaku. Me të vërtet lojtarët e huaj në mbrojtje sonte kanë dështu. I fundit me top luajti Smith. Mbrojtje e mirë atje e lojtarëve të bashkimit. Edhe vetëm 50 të qintat për këte sulm të Trepqës. Super slow-mo, të shofim këtu aksionin. Nuk pati kohë për... Nuk pati kohë për ekzekutimin dhe ishte mbrojtje e mire e Mbeti me tap bashkimit. në dorë, Myers. Të dy skuadrat e kanë plotësu bonusin. Çdo faul tani do të jetë ekzekutimi zhuajtjeve të lira. Topi i vjedhur nga Mikajlet Mushiqi, i cili dalët në mënyrë të palejuar, kurse trajneri Sasha Janković e kap kokën se çfarë faulli të pakuptim e shkaktoi Mek Smithi. Edhe njëherë do të ishte mirë ta shohim këtë aksion të fundit. Shumë më tepër duhet ta kapte kokën për topin e humbur se sa për faullin, pasi shenit çfarë pasimi i Wendell Green nuk ishte Mek Smithi gatshëm për ta pranuar ato, më pas erdhën pikët dhe realizimi Mikajlet Mushiqit. Mushiqi realizon për 73 me 62, 9 pikë të Mikajles, edhe është ky topi tret i vjedhur. Po shohim edhe blogën, veteranin e basketbollit Mitrovicas, një reon më të merituar që kjo sallë ka funksionuar gjithmonë perfekt. Një njeri cili ka dhënë shumë basketbollit Mitrovicas dhe Kosovar. Është kënaqësi që ta shohim në palestër. Ja nga ana e kundërt, ai depërtimi pak më herët fantastik i Wendell Greenit. 24 pikë i ka Wendell Green, 4 treshe, ndërsa në gjuajtjet e lira 9-8. Sa i përket gjuajtjeve të lira, sonte bashkimi e thash jashtëzakonshëm, 17-14 janë ekranet tuaja. Vullnet Cefaja, kryetari i klubit të Trepqës, më i merituari për këto suksese të skuadrës Mitrovicas e viteve të fundit. Sa i përket 3 pikshave, 8 treshet të bashkimit, 7 tani të Trepqës, në qerekun e tretë. Dhe të katërt kemi një rënje të efikasitetit për 3 pikë të skuadrës së bashkimit. Lëvizje bukur mashtruese e Greenit, Dirk Williams i hatashëm atje mirë, po mbrojtje të mirë, po luan Trepqa, shikoni se si ndihmon Driloni atje Majersin, i shmangën presingut edhe Maduti. Mbrojtje e mirë e Valon Bunjakut, edhe një herë. Është rëzuar atje Madut. Dërsa i pa me njerë 2 lojtarë të bashkimit si vrapuan. Duket gjithë qka në regull me të. Po duket që është çdo gjë në regull, se u ndal atje edhe priti me pa mos ka ndonjë dhimbje apo kësi, po duket që është çdo gjë në regull me Madutin. Edhe një herë personale e Kotonit, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Valon Bunjakun. Valoni është 4-3 nga vija gjuajtjeve të lira. Ajo që i ka ndodhur edhe në ndeshjen e fundit, në çastet kur po ka presion, po i hut gjuajtjet e lira. Herën e dytë realizon për 74 me 63. 11 pike përsi për Mitrovicasit, kur ka mbetur edhe 4 minuta 37 sekonda loj. Green për Majersin. Është duke kontrolluar tani lojën me sulme të gjata skuadra e Trepqës.
8 sekunda për këtë sulm. Grini kundër Grinit. Cotton për Drilonin. Tenton, nuk realizon. Valoni edhe një herë dëbon këtë top. Green depërton me rolling. Vitë të gjithë realizon i pandalshëm është Wendell Green. 74-65. Definitivisht mund të themi se Wendell Greeni është ai i cili në pjesën e dytë po e mban në lojë skuadrën e Bashkimit. Definitivisht në fakt ju veç në pjesën e dytë, por gjatë gjithë takimit bashkë me Max Smithin, ndërsa agon kisha thënë që nëse ai rikthimi me të vërtetë ishte fenomenal i ekipit të Trepçës, por në momentet vendimtare tash lojtarët vendor janë duke thënë fjalën kryesore. Përderisa Wendell Green po e kryen punën e vet dhe gjithë atë kontribut, po e shohim mungesën aty në pikëve të lojtarëve vendor. Teksa tek Trepça shpërtheu Mikhail Mushic, ishte treshja e tij, ishte mbrojtja e tij, ishin 4 depërtimet të tij, pastaj gjuajtja e lirë dhe është një plus shumë i madh për ekipin e Trepçës që ta ketë edhe një shpërthim të një lojtarit vendor, teksa kjo gjë po mungon te Bashkimi, sidomos sonte u vrejt mungesa e kontributit të Lejson Zeqirit, pasi u ngarkua me personale, edhe mungoj ai kontributi i tij i zakonshëm, treshet e tij të zakonshme, ndërsa lojtarët tjerë edhe pse po kontribuojnë në mbrojtje, në sulm po i mungojnë pikët ekipit të Bashkimit. Kanë mbetur edhe 4 minuta e 13 sekunda lojë deri në fund të kësaj finale të katërt, e cila është thash shumë më e rëndësishme për Bashkimin, për arsye se sonte Bashkimi po e kërkon fitoren për t'ju shmangur stresit eventual para duelit të së dielës, po duke marrë parasyshat, për pak sa nuk gaboj atje Green, duke marrë parasyshat serin prej 19-0 të Trepçës dhe si u kthye rezultati, çfarë kthime kemi pas sonte, asgjë nuk është e përfunduar. Kemi edhe 4 minuta lojë, tenton atje, nuk realizon, Myers e kap këtë top dhe ja vjedh Greeni nga prapa, shkon, depërton nga ana kundër dhe Morina lufton me Greeni, Greeni luan i fundit me top, 14 sekunda për sulmin e Bashkimit, edhe njëherë shikoni se si avodhi topin playmakeri atomik i Bashkimit, Wendell Green, 74-65, 9 pike përsi, Beqiragishi afrot atje referit Aun Krogels. Williams pran Drilonit, dueli përsëri 2-11-sheve të Mushicit dhe Greenit. Ja të Mushici me Zura Povishin atje natyrisht e kuptojnë gjuhën e njëri tjetrit dhe flasin 9 sekunda për këtë sulm. Mushici pran Greenit, Mushic Green tenton dhe edhe një treshe realizoni pandalshëm, është bombarduesi i Bashkimit Wendell Green, 29 pik, treshja e 5 nga 9 tentime, 5 treshe i pandalshëm, e afron rezultatin në vetëm 6, 3-15 deri në fund, 7 sekunda për sulmin e Trepçës dhe Myers vjen në ndihmë kësaj radhe me këtë asistim të Greenit. Myers realizon për të rikthyer tetëshin. Faulli Drilonit. Do t'jeti 4 të personalja e 4 të Drilon Hajrizit. Me 4 janë edhe të Kelle Cotton dhe Michael Green të Trepça, teksa kthehet McInnes në vend të Eric Kopsit. 4 personali ka dhe kapiteni Altin Morina tek Bashkimi, i cili është në vijën e gjuajtjeve të lira. E huq gjuajtjen e lirë është kjo hera parë sonte që kapiteni Morina gjendet në vijën e gjuajtjeve të lira. 3 pikë të tij, 3 asistime dhe 3 topa të vjedhur. Çdo gjë në shenjë të numri 3. Herën e dytë realizon për të afruar rezultatin në 76-69. 3 minuta lojë saktësisht. Cotton.
Driloni kërkon topin, Myers shkon në diagonale atje për të kërkuar topin. Lufton me McKinnisin, e kap topin, kërcen në sulm. E shpëton të top Mushici, sulmi i ri. Me të vërtet po luftojnë, aty është parketi i lagur, mund të rëshqasin dhe të lëndohen. Referët është dashur që të ndalin lojën. Sidoqoftë tentim për 3 pik, nuk ka shënim. Edhe një herë topi të bohet, Green e kap, dërsa këtu reagojnë atje Elbesar Gështenja, Dimsi, Cotton, edhe 3 sekonda. 1 sekund për këte sulm të Trepçës. Mbrojtje e mirë, mbrojtje shumë agresive e Bashkimit në këte sulm. Mushici për pak sa nuk shënoj. Sulmi skadoj 2 minutat e fundit të finales së 4. Bashkimi Trepça 2-1 në seri për 3. Qka është të bo sonte Wendell Green? 76-72. Edhe një treshe e ti e 6 aresh nga 10 tentime, 60% efikasitet për treshe. Wendell Green, 33 pik të ti. Po e mban gjithë Bashkimin në shpinë, nëse mund të themi. Gati gjysën e pikve. Tentim atje nga Greeni, ka skaduar sulmi, mirë po vazhdon loja. 1-20 deri në fund. Këtu asgjë nuk ka përfunduar. Green kundër Greenit. Wendell Green i pandalshëm. Për pak sa nuk shënoj. Altin Morina lufton atje. Kërkon rishikimin e situatës. Do të rishikojnë. Do të rishikojnë situatën. Zurapovici dhe Mitrovski të këti autit. Topi do të jetë për Trepçën. Kemi 1 minutë e 7 sekonda deri në fund. Green atje, pressing i hatashëm, gabim në hapa, 3 fishohet atje Greeni nga Buljaku, Wendell Greeni dhe Lus Regjin që të ndalë komunikimin me neve. McKinnis largohet nga loja dhe tani po shkon me peshe të shkurtër. Do të shkon sa lezishme kjo vajzë e cila po busqesh. Wendell Green sa bukur depërtoj, krejti kaloj dhe rezultatin në 76-74 e afroj. Wendell Green 35 pik. 35 pik të Wendell Greenit. Gati gjysmën e pikve të Bashkimit sonte ka shënu Wendell Green. I shënoj edhe pikët që i kanë munguar në ndeshjen në Prizren, duket sonte. Ja dhe njëherë treshja e Greenit mbi Greenin e Trepçës, i hatashëm, qka me ju thonë, i pandalshëm, atomik, supersonik, Wendell Green. 33 pik të ti,
17 pikë e 12 kërcime nga Max Smithi. Së bashku 35 pikë të Wendell Greeni dhe 17 të Max Smithit. Pra 62 nga 74 pikët e Bashkimit i ka shënuar ky tandem. Me të vërtet, sonte po luajnë sikur se në atë ndeshjen e parë që e fituan në Prizren. Ja, Ljubomir Minqev, ish treneri i Trepqës, dikur, Duar Trokiti edhe Qeti, Shefqet Begu, legjenda e tifozerisë Mitrovica, se të gjithë janë në këmbë. Mushiqi do të rivoj topin, 54 sekonda deri në fund. Punjaku luan atje, pressing Mushiqi shmangët këti pressingu të Kotoni, Williams dhe Cotton. Morina shkon atje për me bo pressing, Mushiqi, Punjaku rëshet. Drama arrin maksimumin, Mushiqi, edhe një mbrojtje e mire Valion Punjakut, i hatoshëm është Valion Punjaku. Qka po shohim sonte? Wendell Green e ka topin, a do të barazon? Wendell Green depërton, dërsa Madut atje e blokon. Kërkojnë faul Jankovici atje, por kërkush s'po e një gjën. Mushiqi për Madutin i cili depërton, nuk realizon por dalët me faul. Edhe pse nuk ka sfidë dhe rishikim, kërkon atje ndimës trajneri Bledar Gjeqa nga referi që të rishikoj situatën. Protestuan atje parës, në anën tjetër është duke protestuar, është duke kërkuar rishikim edhe Adis Beqiragiqi për rastin e fundit. Të shofim se çfarë vendimi do të marrin insiston Adis Beqiragiqi në rishikim. Pra do të jenë vetëm 2 gjuajtje të lira, e rishikuan rastin Zurapovici dhe Aun Krogers. Madut do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Junior Maduti sonte për herë të parë është në vijën e gjuajtjeve të lira. Për ndryshe një prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira të skuadra e Trepqës me 80% të efikasitetit. 11 presje, 6 sekonda, drama arrin me vërtet maksimumin. E rëndësishme shumë është kjo ndeshje. Isak nga tentimit i parë për 77 me 74 Madut. Është kjo pika e 6 e ti. Është i qetë si okull Madut dhe i realizon të 2 gjuajtje të lira. Wendell Green
deporton për mrekulli. Të shohim se lojtari me numër 32 Koton ka shkaktuar faul. Kërkon atje Jankovici që të pranohet edhe shënimi me pretendim se ishte prekur tabela. Tabela nga Tekele Koton. Nga Tekele Koton, i cili largohet nga loja për shkak të 5 personaleve. Të Trepça Agon ishin 4 lojtarë në fush, ishte ullur Madut, deksa po ekzekutoi gjuajtja e lirë e ekipit të Bashkimit dhe u kthye më pas. Delegati i ndeshjes tentoi të ndajë lojën për atë. Wendell Green, gjuajtja e parë e lirë e hushur. Edhe herën e dytë e huq. Dhe Altin Morina me njerë shkakton personale. Hero i ndeshjes ka mundur të jetë, po figura kryesore e Bashkimit, Wendell Greeni, me 35 pikë të tij, ishte 11-9 nga gjuajtjet e lira, fund i huqi 2 gjuajtjet të lira dhe ja shikoni zhgënimin e tij. Ndërsa në anën tjetër shpërthen atmosfera në palestrën Minatori. Me vërtet spektakël në këto momente në Minatori dhe vetëm 3.4 sekunda. me 74 dhe lirisht mund të konstatojmë se Trepça e fiton këtë duel 80-74 dhe kalon e përsi prej 3-1 në seri. Përshëndetën atje Adis Beqiragici dhe Sasha Jankovici. Një ndeshje e jashtëzakonshme, një ndeshje fenomenale në të cilën Bashkimi shkoi deri në 15 pike përsi. Mirë po Trepça me atë serin e jashtëzakonshme prej 19-0 në qerekun e tretë, minusin prej 15 pikëve, e riktheu në +4 e më pas e mbajti atë ritëm deri në fund. Ulpiana së shpejti do të jetë me intervistat e 2 trajnerëve. Ulpiana amaçı.
shpejt Ulpiano është duke u bërë gati atje për intervistën me trajnerin e së parit të Bashkimit, Sasha Jankovicin. Fillimisht do të kemi trajnerin Adis Beqiragicin, I cili është atje pranë Ulpianës. Linjën ja dorëzojmë Ulpianës. Këtu pranë me është trajneri Adis Beqiragic. Coach, even though just 2 points in the second quarter of the game, a great comeback, 19-0, and you managed it well till the end. A really tough game and an interesting one. Yeah, it should not be like that in the second quarter. It was terrible. I'm really sorry. Remains 2 points, 10 turnovers in the second quarter. That's terrible. I have nothing to speak about it. But the players after that showed a great energy, great wish with the spectators. We come back. I believe that we, because of that, deserve the game. We have a small advantage and we are waiting for the next game. Coach, 3 wins, even though you lost the first one. Now you got all of the 3 of them. Is the 4th coming in prison? Inshallah. Inshallah. Thank you. See you. Thank you. Atëherë ishim me trajnerin Adis Beqiragic, tha që çereku I dytë ishte katastrofal, më vjen shumë keq për atë paraqitje, 10 topa të humbur janë tepër shumë, megjithatë më pas me një energji fantastike arritëm që edhe të përshëndetje edhe një spektator afër këtu. Atëherë me një energji fantastike dhe me ndihmën e gjithë tifozëve arritëm edhe të marrim fitoren. Pyeta në fund 3 fitore I marrët pas asaj humbjes së parë apo vjen e 4-ta në Prizren, tha inshallah. Kështu që për pak çasti do të jemi edhe me trajnerin Sasha Jankovic Bashkimit. Over me është edhe kryetarneri I skuadrës së Bashkimit. Coach, a great second quarter of the game where you got the lead by 15 in the third one, but huge comeback from Trepça, 19-0. What happened during those minutes to your team? First, basketball is a game of 40 minutes. We cannot only leave with great second quarter. We play great. In the locker room we say it's 0-0. We need to continue like this. Ball movement was great. Energy was great. We come on a plus 15. We have, I think, the maximum, and then we stop. They put more aggressivity. They score some easy points. We start struggling in offense. We try to some changes. I even called 2 timeouts. Nothing was working. They start to build. They come back, and on the end, I don't know. We tried with 4 small guys. We come back. We have last offense for the overtime. We miss it, and on the end, Trepça lost. Win. Tough loss for us because really these 2 days we was everybody in after this home defeat. We wanted to come back home with the victory. And how I said, unfortunately, basketball is a game of series and game on 40 minutes. And last 15 minutes, we didn't control it good. We didn't have, except Green, nobody in offense
who was on a fire or to find some solution, and Trepča used it, and on the end it was on a one ball, and this one ball gone on their side. Coach, another 40 minutes will be in prison and it's your last chance. How do you think it will go and what we can expect from that game? We now, of course, we are pushed to the wall. It's nothing. Win or go home. So we need to put all our energy. If we will play like a second quarter today, we have a chance to win, and we will win. I hope so, and come back here and try to push them in the game 7. Thank you, coach. Good luck in next game. Atëherë ishim me kryetrajnerin e skuadrës së Bashkimit, shkurt po e përmbledhja atë se çka tha. Tha që edhe pse luajtëm shumë mirë në atë çerek të dytë, basketbolli është lojë 40 minutave dhe ne u relaksuam gjatë asaj e përsis në fakt prej 15 pikëve, më pas gjithçka folin në të mirë të Trepçës, gradualisht u rikthyen në lojë dhe arritën që të e marrin edhe e përsin, ndërsa ndeshja në fund edhe pse e dham do të thotë maksimumin edhe me lojtarë të shkurtër, ndeshja ishte në një top ku skuadra e Trepçës arriti të kontrollon më mirë gjithçka në fund. Nuk arritëm që të shënojmë tek ai sulmi i fundit që do të na jepte vazhdimet dhe në fund skuadra e Trepçës arriti që të marrë fitoren. E pyeta se çka në ndeshjen e fundit ku i presin 40 minuta të zjarrta në Prizren dhe është shansa e fundit e ekipit të Bashkimit. Tha nuk kemi çka tjetër, jemi të shtyr në mur për momentin dhe ne do të japim maksimumin, do të tentojmë të luajmë siç luajtëm në çerekun e dytë dhe po besoj që do të arrijmë edhe deri tek fitoria, pasi që nuk ka më rrugdalje tjetër. Kaq nga intervistat, linjën e kthej te kolegu Agon Femiu. Faleminderit Ulpiana për këto intervista të jashtëzakonshme dhe përkthime, fjalë për fjalë po thuaja atë që e tha dhe trajneri Sasha Janković, i cili e pam ishte jashtëzakonisht i zhgënjur me këtë disfat, një ndeshje fenomenale në të cilën pra gjatë të cilës në fakt Bashkimi pati një çerek të dytë fenomenal, 33 pikë kishte shënuar Trepça në çerekun e parë, vetëm 2 në çerekun e dytë. Bashkimi shkoi deri në 15 pikë në fillim të çerekut të tretë, mirë po pasoi ajo seria prej 19-0 dhe rikthimi i Trepçës, e cila e ruajti ritmin e lojës deri në fund, një dominim 42-31 në kthime, 15-10 në asistime. Sa i përket treshëve, Bashkimi sonte u përmirësua, pati 13 pikësha dhe në gjuajtje të lira ishte 23-16, dukshëm më i mirë se sa në ndeshjen paraprake, por sa i përket gjuajtjeve të lira, Trepça sonte dominoi, sepse nga 23 tentime i realizoi 21 dhe në fund, krejt në fund, të përmendim edhe lojtarët më të mirë, Myers pa dyshim me 21 pikë e 6 kërcime, ishte lojtari kryesor tek Trepça, 16 pikë i shënoi Michael Green, dhe përveç 16 pikëve i pati edhe 7 kërcime, 5 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Me 10 pikë kontriboi Tuna, i cili ishte ai faktori X apo Jokeri, 10 pikë i realizoi dhe Mikajlet Mushici, sidomos ajo tresha në çastet vendimtare. Në anën tjetër, pra nga 74 pikët e realizuara të Bashkimit, 52 i kanë realizuar tandemi Wendell Green dhe Max Smith, 35 pikë i ka realizuar Wendell Greeni, prej tyre 6 treshe, ndërsa Max Smith me double-double prej 17 pikëve e 12 kërcimeve, pra ishte i vetmi lojtari i cili qëndroi në këmbë. Pa tjetër sonte dua të theksoj dhe të potencoj mbrojtjen fenomenale të Valon Bunjakut dhe të Altin Morinës. Nuk shënuan shumë pikë, mirë po luftuan shumë. Valon Bunjaku i pati 5 topa të vjedhur. Adhurues të basketbollit, pra me këtë po e përmbyllim në ndeshjen sonte, pra fitore e Trepçës me rezultat 80-74, duke kaluar në përsi prej 3-1, dhe tani sikurse edhe tha edhe trajneri Sasha Jankovići, ndeshje vendimtare win or go home, pra të jesh apo të mos jesh, të vazhdosh apo të mos vazhdosh, betem për titullin e kampionit 2025, pra sonte kaq nga palestra Minatori, ne shihemi
të dielën brëma me fillim nga ora 19 nga Seza i Suroj në Prizren e ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me adresën numër 1 të sportit në vendin ton, Art Motion.